Hej, përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme unë live-in tim do realizoj jashtë, jo gjithmonë në shtëpinë time, ku unë hy me personazhet e hap dritaren. Nën e birë kanë udhëtuar nga Spilleja dhe kanë ardhur të më takojnë. Unë do zbres pas pak në një kafe për të takuar Durim Dushkun, 39 vjeçarin, me nënën e tij Pranvera Dushku. Ata kanë për të denoncuar diçka, kështu që më ndiqni. Pranvera, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju. Më në fund u takuan të dyja së bashku. Faleminderit. Nuk ka ardhur vetëm, ka ardhur me djalin, me Durimin. Si? Durim, përshëndetje. Ka ardhur dhe ke një kërkesë për djalin. Po. Ç'a kërkesë konkretisht? Kërkesa ime është që kë t'i gjejmë në një lidhje, Ai, një njohje. një njohje bashkëtare. Ti mundësosh një bashkëshorte. Se unë shumë e një gjoj këtë emision, më pëlqen shumë emisioni juaj, që bëne është shuman, edhe u drejtova për këtu ke ju, për një njohje. Por çfarë ka ndodhur me Durimin? Po Durimi thjesht është ndarë me grunë, me ish bashkëshortën e tij, se se erdhe me di çifte, se ka ardhë, por kemi 2 vjetë të gjusë që as fëmijë s'takojmë, as gjë nuk është bërë baba. Është bërë baba. Do më lejosh ta pyes pak Durimin, Po. të flasi vetë Durimi? Çfarë ka ndodhur me martesën e parë? Në restorant. Po, Ka 15 vjetë që punojmë në restorant Bregdet. po. Ke punuar me ishnuse. Po. Çfarë ka ndodhur me ishnusën? Po kësha këmë fillu grindjet. Debatet. Për çfarë erdhën konfliktet? Po në këshu. Konfliktet erdhen, se filloj të njohë Nuk e tjerë. ngjatë. Nuk e ndonë të fjallën, për shembull që i fliste kë, që mos këtu se të është një. Edhe erdhen konfliktet. Për tradhti. Po, për tradhti. Do më lejosh të pyes për jetën që ju keni bërë? Ju aktualisht sa vjeç jeni? Punem 39 vjeç. 39 vjeç. Kam hyrë për 40. Për 40. Çfarë moshe je martuar për herë të parë? 27 vjetë, 27 vjet. Po. Sa vite keni qëndruar bashkë me nusën? 10 vjetë. 10 vite. Po. Si quhet ishnusja? Nertile. Nertile Regjepi, ka mbjemin tek baba. Do më Po lësh. më pyet mu, ne, ti e marrë. Më lër të pyes. Ai ka ardhur vet, kështu do flasi vet sot Durimi. Durim. Po. Ti ke jetuar 10 vite me Nertilën. Po. Kemi punu 10 vite me restorant. Jeni njohur me dashuri apo mbledhsëri? Kësha me shkes. Me shkesë. Si ka qenë jetesa mes teje dhe Nertilës? Vitet e parë ka qenë mirë. Pastaj më kur filloi Nëse do edhe telefonatësh me në mashtrate ikte në kavaj, në qytet. ju sot një jetë bashkë fëmijë? Po, të tre. Keni 3 fëmijë? Po, Çfarë i keni? që të tre quna. A, je bërë gjyshe me 3 nipër? Se, Ti jeton në Itali? Në Itali. Se gjithë kohës më thuaj Gjenova. si. falë se, Nuk ka gjë, jeton Gjenova. Gjenova. Dhe ka ardhur nga Italia enka se s'te mosh dhe djalin. Kam 2 se- vite që nuk vjen në Shqipëri. Ti jeton vetëm aktualisht? Po, vetëm me djalin. Vetëm me djalin, po 2 fëmijët e tjerë? S'kam takime fare. Jetojnë me nënën? Po, Por mund të më tregosh çfarë ndodhi atë ditë kur nusja iku përfundimisht nga shtëpia dhe ju unë kam ndan? qenë punë. Po, Edhe me marrë një vjeri më merë në telefon. po. Më ka morë babi në telefon hajde, se jemi miqë në shtëpi. Kjo ka qenë në Itali, në Gjenova. Unë kam qenë vetëm me babin dhe me komplet si familje. Vetëm kjo ka qenë në Itali, në Gjenova. E qartë, po? E thash nuk më daloj se pranarët lëvizin, jenë në lëvizje në furnizime. ky menaxhon. Edhe isha vetëm në restorant, patë edhe 2 punëtorë tjerë nuk më dilin, se unë 15 vjetë që punoj me i vend punë, E qartë, e kuptoj. i jipët një besim Po, aty në punë. Edhe thash nuk vit dot për momentin, hajde thashë se po t'i ikën usë. Ti ikë thashëm. Ka nda menën thashën ti ikë, babi. por pse Jo, kishte sot. ndodhur ndonjë konflikt përpara që ai Ishim zone. ishit zëm për çfarë? Për sa budalliqe tjera. Pastaj, Kur themi budalliqe, jo kështu, çfarë kishte ndodhur, domethënë? Ishit ju shkaktari i gjithë konflikteve apo jo? mu më kanë pas thonë tjerët,
Shif se shko me tjetër në Kavaj, në qytet më rena. A kështë zëni partner tjetër? Po. Por ju vetë arritë ta kapnit, Jo. ta zbulonit? Ja, më mrapa i ka zbulu quni. Quni vetë, quni Në telefon, në telefonit. Qa zbuloj djali? Zbulu tomën flisë me tjerë. Që fliste me të E tjerë shifte, mësazh. në falë, Po, mam shifte të mesazh. sikën të poshtë jastikut, në sikë madhe, Presion. i bën Mi të bu presion flis. fëmive, Nusja? nëna vetë. Dhe çfarë i thoshte fëmijëve? Më shtregoni Jo, babit ti të pare. rëgjyshit. Qunit parë se tjerë qenë vegjël. E qartë. Po. Por në momentin që ti u përballe me nusën dhe mësove që ajo kishte zënë një tjetër partner, po Ne i trahtonte. zonë. Çfarë të ka thënë ty ajo? Ja, si ju për momentin, nuk thë. E mohoj. Një gjë, ardhja e funit fare, ka këto me sa kam marrë vesh, se unë kam jetu në Itali. E qartë. Ardhje Ju keni fun- qenë vjerra. Po, ardhje funit për një telefon. Ja kërkon djali, ta më zvet telefonin, ma jep thuj si gjithë mi të Loj. lujnë telefon. Me luj një loj. Ajo s'ka një gjuhë të japi. Ky ka qenë divan të ullë, edhe i ka thonë na babi telefonin. Kjo nga një largësi e vogël që ka qenë po në dhomë, në guzhinë, Gjithë se kam i qikë të madhe guzhinën unë, 6 me 3 sa, 6 me ka. edhe ngrehet prej ty pse jep telefonin këtë djalit, ngrehet dhe i gjunë këtu bam, e qarë jo, tu jo. në unë, e Tu qarë. tuanë është tu. Të ka gjuajtur nusja? Me nazën. Në nazën e qarë këtu. Duru ma. E ç'a ndodhi? Kjo ngrejt më se ne i Ja, gjutë na i tregoj vetë. No që Jo, po kësë po i të regonë se e nësë më hanë ka ko. Çfarë Babi ndodhi? ishte në gjumë. Po. Sa zorë gjumë se përshise domatët. Punon të mi komplet fjalë, nuk në ja. lidhe punë të shpisë. E qartë. Dhe mi ishë në qëndën i këshim punë. Kur vjen darë, për shembull, dhe gjem të vrinë shtru. Jo, atë Çdo ditë ajo të gjuajti dhe çfarë ndodhi më pas? Ato Dhe jemi ky i gërë. gjujti. Më mrapa nuk imi E shku ke mirë. goditur dhe ti? Po, ka Më mrapa godit. po. Të ka Mori të denoncuar. vetën. Jo, nuk e denonsoj, se ishte faja së Denoncim s'ka morë asnjëherë. Po Asi herë Për denonsoj. herë të parë e ngrite dorën ndaj Po, saj? për herë të parë. Besoj. Herë të parë, herë të parë unë. Aty e pa vetën ngushtë. Do e së shera pare e saj, është herë e dytë. Një herë Hera ka gjujtë parë. për jashtë. Jo, hera parë që aty mrena ke Po, dhënë. prapë. Se hera Se ka ngrejt dorë disa herë, jo, nga ty. Po kjo nuk është normale që gruaja të gjuaj burrin. E, po, nuk e di se si janë, si funksionojnë. A mu ka kap çuni telefonin, mu ka pak e messenger edhe ka pak e I ka pa gjithë komplet mesazh. shkres, gjithë mesazhet. Që ajo Mrapa, po, çatonte, masi i shkruante ajo me më një vet. Mrapa më tregoi që bab thë, gjithë mesazhet thë gjithë shokët do t'i jap me emër. Njëftë të qunë, se që Komplet. boshin këta. E mirënin ishtë nusën, Po, e mirën në kalamajt. Kalamajt i lishën të lojnët në kavaj, ke sheshi, se mund të di sheshin ti. e qartë, po. Qendra Tjerët Kavajës. ishin me këte, një në lishën aty. Më roshin punë me këte këto, shka të kë. Kaq, di unë. Po kur iku ajo iku tek familja e saj apo Po iku? lajmëron t'ja, Iku për lajmëron 10 ditë. tomën. Të jomën e Mori vetë. 3 fëmijët apo 2? I ka I morë morë të të tre. tre. Fëmijët, po. Ka Mas- marrë nga Italia, unë me 7 prill. Para 2 vjetëve, Po. Pra divorci ka ndodhur përpara 2 viteve. po. E qartë, po. Ka marrë me 7 prill në Italia dhe i kam kërku të shkoj të takoj. Edhe i themi, nërki pse ke ik? Kam bo gabime, më thot. Nuk e fajsoj familjen teme në asë një mënyrë. E pranoj vetë. Po e pranoj gabimet që kishte bo, i kishte bo skandaloze. Kur tem skandaloze, ta të gojnë verë se kam të. Jo, jo, për atë, ja të regojnë se s'kom Po. tu. I ka hoj foto kësajt, i ka hoj nudo. Të fare. I ka Si, shku nga si, Italia. Më erë Zhvesh. një Pa djalë kohë. që nuk e njifja, Po. Ta dërguan ty foto? ma Po, tërgoj një foto djalë. dhe Kush ma ta mori dërgoi këtë shpejt. foto? Një djalë Personi që që- nuk e njifsha. Po ky Ka person bu kush mardhënie. ishte? Po nuk na e dha. Edhe ma fiku shpejt. Po ju dyshoni Atë që ky ka foton. qenë i dashur i nusës? Po të dashur ka, ore unë kam pas në foto. Lene Po dhe. pak rëndësi ka, nuk është nevojë të Nuk shikojmë do ato fotot, foto nëse janë të rënda. Po di- Po ti Nuk me do nusën komunikove më pas kur iku nga shtëpia dhe u nda? Kur ka marrë. Po, Me çfarë 7 prill. Kjo ka ik me 3 mars. Unë ka marrë me 7 prill se kisha jam bo 4 herë, 5 herë. Në atë kohë ka qenë Edhe zjellet. s'kisha mundësi. Ja, të flasim me Në atë kohë radhë. ka qenë Të zjellet flasim e me bashkisë. radhë. Nuk e kisha mundësi të vija më parë. Se isha shumë keq, isha peru 4 herë, 5. Po, Kur kam marrë, kam kërku, i thash, do shkojmë të takojmë. Në shtëpi atje. Shkum,
Edhe i themi, në qitë pse ike, e non, pse kush të boni në një fajt të dhunoj djali jem, që ka bo? Jo kam ikë për fajet të mija. E pranoj. Kam bo shumë gabim, po e pranoj gabimat i kam bo fatale, ta nuk më lidhën do të mo, nuk vi do të mo atje. Se ti di fshatin, se si është. Që me thështë të theme, jo fshatin, po gjithë, se të kemë bo një gabim kajtë malë, nuk më lavdro kush më sajnë. Po që asaj periudhe që iku nusja me 3 fëmijët, ti me fëmijët flisje? Po, Ja, i morë, për i ka i morë. i mori. Po ti lejon të në telefon të flisje? Jo, sot Pra, era e parë, kur shkove me nënën në 7 prill, po. për t'i Kemi shku takuar. 2 herë. Po. Kemi shku 2 herë. edhe s'takoj, ky i madhe, djalli i madh, i dha 2 gishtat e dorës se këte e Ishte imponon frikë të me gjyshi. Ishte Gjyshi nga anë nanës. Po. Vet, e imponon të shumë, edhe sot e imponon. Çfarë i thoshte? Ha? Mos e doni, mos flitni, mos shkoni atje, nëse ky deri tash i vonë, shkoj, i takoj. Por më lijo pak, do mi tërgosh të Po. gjitha, më lijo të pyes të Durimin. Durim, Po. kur shkove për herë të parë tek nusja që kishte ikur, me shkove me Herën e parë nënën. nuk i kemi gjetë në punë. Por kur e takove për herë të parë, çfarë të tha? S'bon bisedat, i kanë bo bisedat, i kanë bo me këto. Po, Po, me Herën fëmijë. e dy. me ne. Fëmijët po, fëmijët I takove. Si reaguan fëmijët ndaj teje? Po donin e donin shtypëm nga gjyshi. Fajle gjyshi. ti 4 vjeçarit. Ka një nënt mrekullueshme ajo, kam respekt, edhe sot, nuk e kam inat kur në botë, e dua Ti tamam. si një Ish krushkën tema, me po, dua shumë. si nëna e Durimit, ti shkove për ta rikthyer sërish nusën në shtëpi Po, e kërkova. Ti falë nënët gjithë gabimet, Po, përpara se t'ja fali ti gabimet, djali ja kishte falur gabimet? Po, po. po djali, unë jam mushament. I thashtë keqe nëna kene fëmijë të mes, janë gjënafti ndarë. Mos do shta bëre gabim? Mos do shta bëre gabim? Se i me se nuk kam bë gabim, se ti urrim për mrapa, i thashun, ti harrojmë këta, hajtë vazhdo jetën në burin, tatë me fëmijë, mos t'i ndash fëmijët. Durim, në momentin që nëna ta kërkoi këtë gjë, që ti ta falje tradhin dhe atë rikthesh në shtëpi, e bëre me zemër se e doje Po, po. apo për hir të fëmijëve? Edhe sot e du. du. 3 vëllezër. Vetëm për Bismillah të fëmijët. 3. Por e doje në atë kohë? Nusën e doje në atë Që të kohë? bëje? Do në traj 3 fëmijët, unë njëna kam vetëm shtëpi. Të shti ka prej shkollë, unë vetëm. Të madhe e kemi ne. E qartë, por në momentin që ju a kërkua të gjë që atë rikthehej dhe e kishit falur, çfarë ndodhi? Ajo tha, nuk them dot se kam bërë shumë gabime. Nuk them dot. So po të më shoqni të keqe. Kur themi shoqë keqe çfarë? Po një shoqe për shembull, çfarë do të në fshat tani këni shumë hera i fliste kështu. Që mos të rikthehesh te djali juaj, te Po, Durimi. po. Por u kthye nusja? Jo, nuk u kthy. Jo, Jeni divorcuar edhe me letra. Krejt gjitha. Çfarë vendosi gjykata për 3 fëmijët? Gjykata ka vendos me fëmijën e tretë për 40.000 I lekë. pyti psikologja, se më psikologe, i pyti psikologja, dy vedet e dihet se do në nanën e E vetë qartë, se në sepse vedet. kishin nevojë dhe për të. I madhe sa unë të shkoj me babin. I madhi sa vjeç është Durim? 13. Esëm për 14, qysh në Prill, 26 prill ka Pra, mosh 13 djalin e vjetor. madh e mbani ju, Po, kurse 2 po, djem të vegjël i po, mban po. ish bashkëshortja. Ndërkohë ti pagon një detyrim për ata fëmijë. Unë për momentin s'kam paguajt. s'ka pagujt. Por pse? Nuk më kanë në herë shpita, pa të bom Nuk i marrëveshje bin, në gjykatë, nuk i bin, nuk i bin. nuk i Në sjell. shtëpi, edhe Po sa kohë ke pa i takuar 2 fëmijët e vegjël? tash i ka i muj gjys kaq. Sezonit verës, para si filloi I muj puna gjys normal. që i ke taku, i ka marr, i I ka kam qu çu të në restorant, vulka, në hëngër, restorant i ka peshku qu kanë në hëngër, Durrës, kanë pi, ka e fut vogël. ke lodrat, ke gjanat kështu, edhe i ka qu në shtëpi vet atje. Por pse Ke nuk nëna ti vet. lë nëna e vet i takosh Kur e ka fëmijët? pyet djalin e dytë, Po. babi pse s'vje ke babi? Nuk më len gjyshi, Nuk gjysh len barulli, nuk më len. Ç'hyn gjyshi këtu më këtë mes. Këtu është nana dhe baba. Po, pra, po, është e dhimbshme që fëmijët të ndahen në këtë lloj forme. Po, Po ti po. djalin e madh e lë që të flasi me nënën? Po, po. po, nuk e kam lënë kur, i kam Me thonë, tonë s'ka shko se formë, është që nana më jote. ardhë, ke unë s'ka pas komunikim. Mos në e shaj telefon. nonën se është nana jote, i kam thonë gjitha. Se shanë nënën djali? Po e shanë për këto që ka bë. Ja të shti që ka ardhuna, se ti e din çdo qift ka dhomën e gjumit. Po, Ka padyshim. kompletin kasën. Me ishte shkatruaj, ermerit si tonë e kumoja. Po një dinë. Thashtë marrë të rregulloj, ti sistemoj të gjona, se ajo s'ka morë gjo me vete ku ka ikë, vetëm robët e trupit, E qartë. edhe fmit.
Edhe gjej atë qenë të gjana mos si që... Faja e nusës, le të themi, po? I gjej që sistemoj me një ermertem në komandë time, Po. edhe të gjej prezentativ. Unë nuk e njifëshë me thonë drejt. Prezervativ. Nuk e njifëshë që ishin ato ranë brrë aty poshtë. Ti po akuzon që i ka pasur nusja? Po, Po djalin e ke pyetur mos i ka patur djali jot? Se mos i ke patur ti dhe ja edhim nusës? Jo. Edhe më thot djali këti, non thot, ato i ka pas mami, thot për ashtë që ka pas. Për kë? Për të shnon që ka pas. Për të dashurit? E E njofti quni. Quni me ka tërgu gjitha. Po mira, e Djali fuste ti. në shtëpi? I fuste në shtëpi? Në shtëpi. Qa, bo I kështë ka të dhon punë. fotën kësaj, në dyshek. Në dyshek vetë me tjetën. Ra, Te krevati po, i djalituar? po. Ka që unë kam qenë po, punë, kam për qenë zotin, me 2 turne. për zotin, Kjo është e të mërshme. po. Do me thënë, kur ti ishe në punë, Në ajo punë, fuste persona fuste tjerë në tjerë. shtëpi dhe bënde foto ti niste ty? Jo, i I bëtë kam për bo tjerë të dashurit. Të dashurit. I dashurit Vetëm që flenë të për më çka te, i të- bënë të Foto. Edhe i tërgon të shokëve të vetë, për shemull se unë kam shokë filone, e thot, unë qesh më ramë të thot që se për të bënte. Kjo që nga e të mërshme. Për emër të Allahut, nuk të gënjej. Por, më pas kur ti e ndape mendjen që ajo nuk do kthesh më tek ju dhe divorci ndodhi, ju mbani djalin e madh ndërsa ajo mban 2 fëmijët e vegjël. Po s'ndjoj djalit shkoj, edhe sot unë e them shko, nuk shkoj thot. Nuk i ka raporte të mira me nënën. E ngacmoj në thënë o shtëpia ime, jo, më kaloj gjyshi. Ajo burrit e mi për valjum, flenë të njum burrim kër hyshin. Vjerit? Po, vjerit. Jep të valjum? Valjum, kaq shumë i ka dhënë valjum që ajo s'mu bo. Qa thuj? Zba vetën e vetë. Kaloj depresion, nuk Po kjo është histori shumë e rëndë që po Për më tregoni, Zotin, për emër të Allahut, unë nuk ju gënjej. Por ti për çfarë deshe ta ktheje atë nusën në shtëpi kur ai pas ka bërë gjithë këto gjëra? Kur i ka marrë vesh mrapa këto gjana. Si e mësove që ajo jepte vjerit valjum që të fuste persona në shtëpi? Në spitalin në Itali. Po i kam su Që kishte pirë shumë valjum? Shumë valjum, me zili ka da, na e kanë zjerë valjumin në spitalit e Italisë. E të mërshme. Po. Nuk gënjej, ja? Po deshe t'jap numrin të komunikosh, Po është ti e vetë, mërshme. si ke pasur marrëdhënie në 10 vite që Vara, ajo? me nusën, Po. e ka majtë plom dorës. Durët e saj nuk rishin pa lek me i herë. I të gjali lek, punonte. Po. E ka 600 muajt rrugën kërë. Po, pak rëndësi ka, e kuptoj. Edhe nuk ka qenë keq në Jo, me familje. ty si ka patur marrëdhënie? Shumë mirë, në mu shumë mirë në ka mësu. Ma shumë, nuk e mësove gocën të me ka shumë, se i gocë kam, sa mësove të se kur erdhe ajo, natë parë që vinte e fiju, bo një fshesto, prava huve aty, se s'dinte të punë, bon të punë. Nuk i njësë, se 13 vjetë që kishte fut baba vetë në punë, në roba qepsin italiane. Pra, i ke qëndruar afër, le të Afër themi. shumë i kam dhënë. Ke trajtuar mësim si shumë. vajzën tënde. Më shumë se vajzën teme. Edhe sot për sot, unë prej asaj nuk më hiqët maraku. Pse? Sepse ajo e mori mësimin që i dhëmë. U bo e zonja vetës. Shkatroi familje. E shkatroi. Filloj me lëviz që në fëmijën e shkatroi. tretë. Po. Që në fëmijën e tretë. Që u bo Edhe, fëmijën e tretë. edhe, te që ka shku ajo është smushën. Ai person. Kanë mik gjaku. Se ai nuk ka shku me njën, po me këte kanë ditu dhe fëmija. Është i smunë sot fëmija sa i treti. E pse ka sjell fëmijë tjetër në jetë ajo? Ka tre pra, jo. Tretën aty ke ne e bune. Po fëmija i tretë është i juaj apo ju dyshoni? Ne nuk e dim. Se po më thuaj që fëmija i tretë Po, është i sëmur dhe mund t'i ngjajë babai, po babai ai I kanë ju. gjajt. Babai kjo është. Po nuk e di më se e ka mora ja të fëmijën e tretë. Pra ti dyshon që nuk mund t'jesh ti Dyshojmë. babai i fëmijës tretë. Dyshojmë, shumë dyshojmë. Që mund ta ketë sjellë në jetë me një person tjetër. Po, ai person E keni me gjak këtu në Tiranë çdo muaj, po tash është në Itali me. E qartë. Por ju e keni folur këtë gjë me gruan? Do na çfarë ju ka thënë që 3 fëmijët i ka me ty apo ta ka treguar të Ajo vërtetë? thotë kam, herë thotë kam, herë thotë nuk i kam atë. Ne ka tërgu vaja historinë. Vaja ka tërgu historinë. Çfarë historie? Këtë historinë e fëmijëve për shembull që ajo ka fëmijë. Që dyshohet që fëmia i tretë nuk është i joti. E ka zbulu një infirmierë. Si e ka zbuluar? Po ja ka thonë ajo. Ja ka thënë ajo. I ka thonë që kjo djalë nuk është i durimit, është
personit për jashtë që të pret në furgon. Dhe ajo ja ka pranuar? Po. Të mërshme. Por ndërkohë, unë dua të pyes pasi ka ndodhur gjithë kjo situatë Si në kur familje. të pyqë të ajo, ajo nuk do ndryshoj, do thot të vërtetin që po them ne, do ta thot ne ajo. E pranon. Po, pranon gabimin ajo. Të gjithë e kanë bërë. Por sot ti raportet me atë i ke zero, nuk Ja, flet? zero, Flas as flasin. mirë. As me fëmijët, as me atë. Me fëmijët, Po, i ndalojnë pra kur fëmijët, i shkoj ndalojnë. merr djali, që dari mi xhirën dorës, Vllai. shkoj merr. Po, Besoj që vllai i madh ju mungon 2 vjeçet Shumë, e vegjël. po, I kërkon? shumë i kërkon, e kërkojnë. Po, unë se kam nalu. Unë e kërkova se edhe babi të shteja i paralizumën, i kërkova. E se i Nashta kërkoj marrim në gjyshi aeroport, vetë. Edhe Po ndoftë të tamaj e desë, 3-2. e Nuk kom bëti jo. pishmon. E ndaloj direkt. Ishme. Mos vini ti mirë. Dhe fa jonë është, se s'kena paguj detyrimin. Po, Pse nuk e ke paguar detyrimin? 40.000 lekë vjetrat ka po, rënë. po, ja që ka. Ishte për 8 për fëmijën e tretë. Po, 40 po, i kalon Tomës, 40 mi kalon të mu. Po, Se ka ky djallë. Një sekondë për, dura. po, Ram, jemi me 3 fëmijë. po. Një e ka ajo, një e ka mu. I treti unë date. 40 do i pagoje ti, Po. dhe pjesën tjetër nëna që e mbante. Unë t'i rregulloj një pjesë toke. Si pasuri thoshin kom tokë. 4 dëllim to. 4 dëlym. 2 t'ja hu në emrit djalit, 3. Edhe 2 t'i ma e vetë. E dekur t'i rregulloj. Ato s'mi Por për... unë të këshilloj, sido që ti jetë, ti dyshon se ai nuk është fëmia jotë. Gjithsesi Atë nëse në si kemi bo. nëse ti ke dyshime të forta që nuk mund të jetë fëmia jotë, ti padyshim do të bësh një analizë DNA për ta vërtetuar. Dhe nëse ai është fëmia jotë, ti ke detyrimin shpirtëror, moral, financiar që ta paguash ato 40.000 lekë, sepse është gjaku jotë dhe Unë t'i shoh Si, fëmijët e si. mi, t'i shoh në derë Kotin- shtëpisë, që të vim 2-3 herë. Jo mos të Ja kam japi thonë. fëmijë, gjëna. Do të vim legët 1000 herë. Sa mungesë këm buj vit. Do të sjell legët. Sjell fëmijët. Jo, pa ma legët nuk sjell fëmijët. si ish vjera e zonjës, ish nuse së Po, durimit, po. do t'i thuash diçka? Që të t'i themi unë asaj, unë të t'i themi asaj nusje, që veni me në kokë, një bjeri fëmijë të takojmë në nesë, unë kam burin, sot është nesë nuk është, i kërkon. I kërkon I kërkon të takoj. Ti ka marrë malli për një prit? Shumë, se kemi rritë me Ka 2 vite sakrificët e kusur. mloja. Ajo shkon të mbunu në i maja, i laja, i shplaja, i ushqeja, i vjen gjumë. Edhe bashorti që është i sëmur, i kërkon. Shumë i kërkon, shumë. I kërkoj. E faktisht kom e those, ti takoj gjyshi i herë. Herë vetëm ti takoj. Si për unë të shina kemi shkur të ndejnë. Durim, ti ke diçka për t'i thënë Vetëm ishnuses, kthej fëmijët. Sa herë ti dem mi takut, kthej fëmijët, kaq. të zbatoj vendimin e gjykatës. Po, Po. Edhe unë t'i jep pagesën. Pra sa jam i detyruar. 2 fëmijë sa vjeç janë që i mban gruaja? Ka i ka hyrë për 5, i treti, I dyti? i dyti është për 9 vjeç, 9 vjeç. Me 9 bafti. 9 dhe 5 vjeç. Të ka marrë malli. shumë. Ky i me ka taku për në shkretit. Ky i muj gjyska. Që mi taku i orë. Por malli e merr, sido që ti jetë është baba. Se është babë, jam unë gjyshi, mëj. Është mjalti mjaltit. Mjalti mjaltit. Do të pravoni kur të bëhë një vetë gjyshë si jemi bëne. Dorë çuni parë Redian Dushku, dorë gjirë me vllajën e vogël. Dorë gjirën e patën të dytën e patën në tavolinë. Siç patë porosit, tani i thosh u knajit. Thosh pse nuk vjen në shtëpi? Nuk le gjyshi thot. Thosh çfarë thot gjyshi? Çfarë nuk të shan thot. Tha djali. Po. Thosh Ish gruaja është martuar apo jo? Jeton është një lidhje. është një lidhje. Bashjeton, bashjeton. Bashkëtes, Ska gade, është zgjidhja saj, jo? Po, pa dyshime ka jetën e saj. Por gjë e unë uroj saj. dhe shpresoj që ajo të ndërgjegjësohet dhe fëmijët mos t'i ndajnë nga babai, sikurse edhe ti nuk e ndan djalin e madh nga nëna. Jo, nuk e kemi nda. Sa herë det me shkuaj e ka të liju shmëtikje. Shkoj të takoj, kam thonë. Ka ne 3 ditë, 4 ditë, ka ne djali. Durim, Unë kam çu për ditë, Se lejon kur. ti ke 2 vite tashmë që jeton vetëm. 2 vjet e gjys. 2 vjet e gjysmë që jeton me djalin që është 14 vjeç. Si është jeta jote në këto 2 vite? Besoj e vështirë. Më vështirë. Më e vështirë? Po të vish di bësh punë nga e para ke shtëpia. Se unë jam punë gjatë gjithë ditës. Kur vjen darkë,
Je komplet I lodhëm, se unë punoj në verë, punoj 3 muajt e verës, punoj vetëm kishëzlodhë. Gjatë gjithë dimit jenë mrena në restorantit. E kuptoj. Por për djalin kush kujdeset? Apo ai vetë? E marrë me vete. E merr me vete. Nuk e lojt do të shpi. Ti kujdesesh për larjen e rrobave, ushqimit. Rroba do është levëtriqi. Kam unë më tjerë, delash që me delash e një për gjithë punë të grusë. Në një farë mënyrë bën rolin e nënës. Po, e bën. Prindit jetojnë në Itali. Po, Po. në gjenova. Kështu është punëtor. Ta themon jo se është të përshkoni, verifikoni vetë. Me bache, me gjanë, me gjitha, I bën natë. Dhe vish nga punë dhe vish I lohëm, se vetëm babën verë të vretë shumë. Ti si nën që jeton jashtë, jeton në Itali dhe ke lënë durimin Qa vetëm, je të thonë? e ke kështu si Ku tha Nuk pjastiku e le jim? orë, minutë, telefonin, po Ku s'folje. tha vlatë një pjastik? Ku tha? Je nën vetë. Provoj e fëmin. E kam shumë vështirë, për nuk kam që me bo. Se ka të burin që do shërbim. Se secëm. ti ke ardhur enkas që ta sistemosh. Pa. Po. Durim, për gjatë këtyre 2 viteve nuk e mundur do të nisësh vetë një Jo, raport, s'kam, një lidhje? nuk kam mund me thonë drejt. Nuk më dalë. E ke të vështirë? Apo Qik ke vështirë. vuajtur këto 2 vite dhe Qikë vështirë e kimi se daljen në flasin, Mentalitetet janë ndryshe, mas në fshat. dolin me nda prej grujë, dolin me kërku tjetër. po jo, nuk ka asgjë të keqe, ti je S'ka, divorcuar dhe ti Nuk ka këtu në qytet, pa fshati e ke. nuk ka në fshat fare. Po s'ka fare. Është vështirë të gjesh edhe një grua Vështirë sot. shumë. Sepse gocat e fshatit duan të shkojnë në qytet. Jo, me në qytet nuk preferojnë se në fshat janë rritë, por nuk ka. Nuk ka se ka një kje shtetit. S'ka me 5 rob gjingje se në fshat. E kuptoj. Unë kam ardhë të shi, nuk shof njëri. Dal derin me një klub atë, nuk shof njerëz, nuk ka, S'ka revizje. s'ka. Pra ne jam drejtu në emisionin tuaj, Ndërkohë, Durim, edhe pse gjatë kohës së plazhit që mund të ketë popullsi në zonën ku Po. ti punon, prap nuk e mundur dot S'ka mundur. të shikosh, të Jo, gjesh një jo, vajzë jo. për të nisur jetën. po jo. Ndoshta për Një shkak të gjashtë. eksperiencës që pate, ke të vështirë të edhësh hapin e dytë. Si. Ndoshta e ke të vështirë, Nuk po e njef dot. e ke të vështirë të vendosësh. Po. Se njef dot, Se për njef. 2-3 ditë sa vjen aty ke plazh, nuk e njef dot. Nuk e ke një këngulje, ta jo është. Ti kërkon sot një Një partner. lidhje. Po. Një lidhje për të vazhduar jetën. Po. Dhe si e kërkon ti partneren tënde? Po tjetë për shpi, tjetë punëtore Tani për më lërë të dëgjoj djalin. Se Jo, do do ai. flasi kjo më Do flasi kjo. Sa di më lo bazën unë. Se ke të Tjetë rrimë për të shpi tërë, me zemër, tjetë për shpi, grup për shpi, tjetë menin për shpi. Jo, dhe shkoj këtu, dhe shkoj e tjenë klubat të. E kuptoj A qartë. unë dakor t'jem, dalin klub. Dalin burë në vetë, një coper, një kafe, një muhabet, apo jo. Kështu thej mund. Po, të kuptoj qartë. E. Por ti je një nën që je në merak dhe e kuptoj Shumë, merakun që ke shumë, për Durimin. shumë, Durim, shumë. po mirë, do më flasësh pak për veten tënde? Po. Karakterin tënd, tipin tënd, Që ti bje mund. apo Vetëm për punën. Te di unë rrugës nuk di që dalë ti gjithë zemë, të rinë për klubët pi. Jo, dohan spi, raki spi. Nuk është, në mes pijës është e kema, nuk pi, nuk Unë është. mes bananën, përqen, di. e ban. Kjo është mes Aty pijës. mblojnë aty, i kenë. ti kërkon Thesh një lidhje, krejë jetën. Tjetë mirë, kjo është familje. edhe nëse ajo mund të ketë pasur një disfat një jetë si puna Po, juaj që normalisht. mund të ketë Jem kanal divorcuar, Ne, padyshim. Je nëna e Durimit dhe ka ardhur me Durimin të më takosh Se, për se, të shprehur këtë kërkesë. Unë dua një mesazh ti përçosh kujdo zonje që mund të jetë interesuar për djalin tuaj. Çfarë do i thuash ti për djalin? Çfarë do them, djali im është punëtor. Pianet nuk është. Duhan gjithë është për shtëpi, punëtor për shtëpi, për familje. Ndaj dhe ju kërkoni një Po, një partner të mirë, punëtore dhe të denjë punëtore, po, të denjë, për familje. familje. Po, kaq kërkoj. Dhe ti jesh e qetë pastaj. Po. Ta stemosh Desë edhe qetë. Durimin. Se më 65 vjeçë. Je e re, je shumë e re. Po, 65 kuptoj. vjeçë je shumë e re. Po. Durim, ti një mesazh, diçka që mund t'i thuash të gjithë atyre zonjave që mund të jenë të interesuara. Mos kom shkolla duke mesazh.
A e thot një mesazh për cilë thot asaj femne që ti kërkon lidhje. Ndoshta u vendos në siklet. Që sikleti Por ka e me gjithë zemër. kjo që rretheu tregoj shumë për durimin. Tregova e së papa. Kë kërkon një partneret mirë, ti besojnë së shoqet, E Ta marrë qartë. Ta vetë kuptojnë punës me si të shpat punë e shoqin. para. jo, e kam pas të Unë mirë. për sinqerisht u preka nga historia që dëgjova sot durim, po. jeta që ti më tregove jetën Po, tënde, po, por po. nëna që na ndihmoi me detaje të tmerrshme që ke kaluar nga martesa e parë, Po. uroj që nëna e fëmijëve të tu mos t'i pengoj më fëmijët, ti të kesh kontakte me Po ta gjyshi i keq. dhe të uroj me zemër që të gjesh një partnere sa më shpejt, të rikrijosh familjen tënde dhe të jetosh i lumtur. Numrin e keni me. Numrin tënd unë e kam, kështu që çdo zonjë që do jetë interesuar, padyshim që ne do t'i kalojmë numrin tënd. Po, faleminderit. Mirë, unë ju falenderoj. Ishte kënaqësi që Faleminderit. kafen sot të mëngjesit e pim bashk dhe uroj më të mirat për ju. Shumë faleminderit. Gjithë të mirat. Mirupafshim. Shëndet. Mirupafshim. Hej, përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme unë dua të ndaj historinë e një 36 vjeçare, ajo quhet Gelina Ibrahimi dhe është nëna e 3 fëmijëve, por në fakt ka 2 vite që ka konflikte me bashortin e saj Refat Ibrahimi dhe çifti jeton prej 2 vitesh në Greqi dhe janë vendosur në Volës. Babai i fëmijëve është larguar dhe ka braktisur nënën me 3 fëmijë dhe ajo ka ngelur e vetme duke kërkuar ndihmë. Ajo do t'rregojë gjithë detajet e jetës së saj dhe arsyet pse bashkëshorti e braktisi dhe padyshim nga ky live do t'i bëj një mesazh dhe një apel. Unë e ftoj 36 vjeçaren ta kem në këtë live dhe për të dëgjuar historinë e saj. E dashur Gelina, më ke telefonuar dhe më ke treguar që ke një problem. Çfarë ka ndodhur me ty? Problemin e kam pasur për 11 vitesh, këtë problem. Po sa vine më shumë ushtohet problemi i bashortit tim. Po pse çfarë ka ndodhur mes teje dhe bashortit? Bashorti im që në fillim kaloi të kështu, si thon, dëgjos, po me të fshehur, e di, më kupton, shumë i fshehur, desa e kam zbuluar vetë para 3-4 vitesh. Që e kam zbuluar që luan kazino, si thon, çdo pare që merre fusten kazino, Maqedoni, këtu në Greqi ku jetoj. Por pse nuk e ke divorcuar? Pse nuk e ke divorcuar kur ai nuk është treguar një bashort i denj për ty? Po nuk e kam divorcuar se beti, se unë vinja, si ta një e martesë e parë më dështoj, e dyta prap. Edhe, si ta edhe që nga turpi, u martova njerë, u marto 2 herë. Gelina, sa fëmijë keni? Unë kam 3, 2 kam me këtë një parën e kam, djarën e parë kam me tjetër. Por unë dua të Bashorti im kishte 2 vajza, unë kisha një djalë. Aktualisht ti jeton me burrin e dytë? Tani jo, Se çfarë ka ndodhur? Ka ikur? për 3 muesh nuk jetojmë bashkë. Pse je divorcuar, je ndar? Jo, nuk jam divorcuar, se unë jam në Greqi, ashtu më kërkojnë dhe këtu. Më kërkojnë të paktën se kërkojnë bashortin për në shkollë, për në qysh, për tek. Hap një gjysh divorci, thot që kujt i takojnë fëmijat, Po ku? paraqitet këtu në shkollat. Po babai i fëmijëve ku ndodhet aktualisht? Nuk e di, për momentin nuk e di. Unë thot të tjerëve jam në Itali, jam Gjermani, jam këtu, jam atje, kur e marrin shkolla, se merr mësuesja e shkollës, që duhet një paraqitje prindit që ai nuk dolet. Ai më the 4 muaj që ka ikur nga shtëpia, ju ka braktisur. Po, ka 3 muaj më ka lënë këtu dhe ka ik. Pa treguar se do ik, pa treguar për fëmijët hiç. Ka marrë para që ka pasur shtëpia këtu e ka ik. Por çfarë ndodhi atë ditë? Keni pasur ndonjë konflikt, ndonjë zëng? Jo, para ca ditësh, para se t'ikte, po, patëm një konflikt me të, se ishte në punë, vinte nga ora e punës, ikte në për magazina, si thonë këtu në Greqi, Po. rrinte të natën atje, prishte para që kishte ku kishte, i mirëte grekut për para se të punonte, ja mirëte, do t'ja qoj familjes ja dhe nuk i sjellë dhe shtëpi, dhe kjo ndodhi puna, desa iku, mori parat e tjera dhe iku. Nuk të njoftoi fare? Tashi nuk di më.
Mori para që kishe në për shtëpi për shembull, më mori dhe ik më la me 3 fëmijë. E kam marrë në telefon vet, i kam thënë kuj le fëmijët, i lash ty, bëj si të duash, të kokën qafsh me gjithë fëmijët. Kjo ishte përgjigje që të dha? Kjo ishte përgjigja e fundit, ose mi sill mua të t'i mbaj, thot. Po fëmijët sa vjeç janë? Të madhin e kam 11 edhe 5 të vogle. Kam vajzën voglën, 5 vjet. Fëmijët e kërkojnë, sa du si thot, mi mirë i keq është babi tyre e kërkojnë, po ai nuk do ta di. Pra ti nuk e asnjë kontakt me të? Jo, tani jo, për momentin jo. Më ka shkruajtur, mos më i kam shkruajtur, për fëmijët, jo për vete, unë nuk e dua mos njeri, që t'jem bashkë me të nuk e dua. Po, Ama të kontriboj për 3 fëmijët që kam, të kontriboj për ta që t'i rrisun. po çfarë të ka thënë kur i ke kërkuar ndihmë për fëmijët? Jo, nuk kam, nuk kam tot. Po deshe jam i sjell thot mua t'i mbaj vetë thot. Po ty lek nuk të dërgoj thot. Po të ka treguar vendi se ku ndodhet? Jo. Asnjëherë nuk ma tregon vendi se ku ndodhet. E dashur Gerina, ju sa vite martesë kishit bashk? 11 vite lam. 11 vite martesë? Po. Si e njohur ti? 11. Si jam njohur me një dhe më shfutur vetë në shtëpi me gjithë familjen e tij. Nuk kam të njohur, si thënë. Thjesht një telefonatë dhe unë njoh. Erdhi në shtëpi më kërkoi. Si quhet babai i fëmijëve? Refat Ibrahim. Nga është, nga cili vend i Shqipërisë? Nga Kolonja, po rri në Korçë. Nga Erseka e. Ai vinte nga një martesë, ai vinte nga një martesë e dështuar si puna juaj dhe ju vendosët të martoheshit bashkë. Po, ishte pa, si thon, me 2 fëmijë, po pa, si thon, pa kuror. Nëse ne bashkë bëm kuror. Ti e njohur nëpërmjet telefonit, nga një telefonat që ai të ka marrë. Nga një hapmi i tyre, pastaj me telefonat që mbyem numra, edhe unë njoj të merr në shtëpi. Si thonë, më lufduan, kemi këtë, kemi atë, kemi shtëpi këtu, kemi shtëpi aty, më në fund as shtëpia asgjë s'kishte. Asnjë gjë nuk pasht në familje tia. Hajde, bëra ka bull gjitha, dhe unë kam një fëmijë, ai pas ka 2. Por fëmijët i mante babai, fëmijët... Një vajzë mante, një vajzë kishte shoqja, një vajzë e mante ky. Po sot që i e ndarë me Feratin, vajzën nga martesa e parë ku ndodhet? Nuk e di, unë s'kam kontakte me to, që kuri, vite kam që nuk kanë kontakte me mua, nuk më duan edhe nuk kanë. Kanë mamin e vetë, nuk japin kontakte mua, me t'jatin po, flasin. E dashur Gelina, kur ti u martove me Refatin, ai kishte një vajzë nga martesa e parë dhe ti kishe një fëmijë, një djalë, mos gaboj. Ai kishte 2 vajza përpasur, po një vajzë kishte, Po, një vajzë kishte. një vajzë mbante ai, ndërsa ti kishe një djalë nga martesa e parë. Ju u martuat... Në fillim kanë thënë që gruaja i tij ka vdekur, Po? ka një vajzë, pastaj dolën gruaja, doli vajza, pa hajde hiq probleme ato, se një çik të mashtrojnë në fillim ata që nuk i ndodhen problemet nga ata. Por në momentin që ti u martove, jetuat bashkë në Kolonjë. Jetuam bashkë me prindrit e tij, jo vetë, sa i vetë, jo gjëra jam këtu, jam atje, ai rrinte të natë me shok në për kazino. Mua mi fshente, isha në punë, isha këtu, isha aty. Në kupton? Ashtu e kam kaluar. Nuk kam kaluar jetë të mirë, jetë të lumtur, si me familjen e tij. Si mamaja e tij më ka rrahur, më ka godit mamaja e tij. Si Vjera? Në njerëzit e mi jam kthyer prapë. Kam pasur shumë probleme, nuk jam e njëj vetmi. Pra, po më tregon që Vjera nuk të ka dashur si nuse, të pas ka dhunuar. Po, dhe më ka godit, kam bërë denoncim prapë, po më kam mbyllur denoncimi, ku më ka godit Vjera, që kisha djalin e vogël, djali më mushte vitin atë ditë, ajo që mos i bënte gjë djalit, të godas nusën që mos i bëj gjë djalit të saj. Por bashortin atë kohë, Refati, çfarë të thoshte kur Vjera të kesh trajtonte dhe të pas ka dhunuar? Ai për momentin nuk ishte atje në shtëpi, për shemb, ku më ka goditur Vjera, nuk ishte në shtëpi, po kur erdhi kam thënë sy të saj, nuk bëri asnjë gjë. Edhe ku ka ardhur mami im, ka mbyllur portën mami tim dhe nuk ka hyrë brenda. Kanë ikur dhe një siç kanë qenë. Nuk i kanë qasur familjen tuaj?
Jo, nuk e kanë qasë në shtëpi, se biti që unë ja kanë treguar mamit tim dhe mami im i vajti direkt në shtëpi. Edhe ajo, jo, nuk e hapi derën. Po mirë, ti e vazhdove këtë martesë se kishe frikë se mos njerëzit para... Si thonë, e vazhdova këtë martesë që si se kisha djalin e dytë, kisha dhe gocën të vogël, vazhdoj martesën. Por me djalin nga martesa e parë, si silleshin? Jo, shumë urrëtie, shumë, si thonë, shumë keq. Fëmijët e vogël, jo, shumë. Ti dhe kur solle në jetë djalin edhe vajzën, ai nuk ndryshoi? Jo, as me të parin, as me të dytin, as me të tretën që kanë vajzën, jo. Njëjtë edhe më keq bëhetën. Të kohë po bëhet më keq. Por një gjë s'kuptoj unë. Ti po e kuptoj që ai nuk ndryshonte. Jo vetëm që nuk ndryshonte, por bësh akoma më i keq ndaj teje. Si rrihem atë? Nuk e di, si thonë, si ecëm. Desa iku vetë për shtëpisë, prapë unë më vjen keq për fëmijët, nuk i rris dot vetëm. Nësa ai s'do kishte ikur nga shtëpia, ti do e mbaje si bashkëshort? Po çfarë ti bëj? Do i marrë se s'bën për 3 fëmijë që kam. Tash. Dhe i thash, bëj rrugën tënde, ama sillu fëmijëve për të ngrënë për të pirë? Jo. Ma nuk më del rroga. Që tu sjell fëmijëve dhe ai për rrogën i del në për loja, për fëmijët nuk i dilte rroga. Por ai të ka dhunuar Gelina? Po, më ka dhunuar, më ka godit blemi shumë mirë, nga që vini lodhur, i prishu nga kazinoja, nga ajo që prish paret ati vinë mua në shtëpi. Të ka dhunuar dhe ty? Blemi ka vëndorë shumë herë. Mos këtu në Greqim ka vëndorë shumë herë. Dhe ti e ke duruar dhe dhunën? Dhe kam duruar, si tonë, e kam duruar, blemi kam biseduar, ne të dy nuk shkojmë, thami si të mbahemi me fëmijët. I kam thënë, për fëmijët e tu, si kemi në shkollë, si kemi në, unë jam me gjysmë rroge që marrë tash unë, se s'pata punuar, tani punoj, që mbaj fëmijët 3. Gelina, ai jo vetëm që nuk ka punuar dhe nuk të ka dërguar asnjëherë të ardhura, veti ke rritur fëmijët, edhe të ka dhunuar. Unë nuk e kuptoj që pse do ta mbash si bashkëshort një person që është dhunues. Më kuptoj shumë i dhunues dhe shumë, si thonë, kur është në të jatë bëjt i mirë, më falë, nuk bëj ma, ju falet e prindëve të mi, ju falet, nuk bëj ma, të pëj bëra ma, bën, si thonë, vetën kazinoj, unë para të atim vjen, si kur kam paje në unë shpi. Vjen orën 2, 3, 4, 5, kur të pitoj koka tija, jo më shumë. Po marrëdhëniet me fëmijët e tij si ka? Me djalin dhe vajzën. Me djalin e dytë, sikur e donte, si thonë, sikur e mante pak afër, po vajzën jo, thoshte ikse një gjanë sa ta metësht. Po kjo është e tmerrshme. Nuk e di pse i thotë se është një gjanë sëmë, se ama, si thonë, mbahet për shtëpi, do të punoj, si thonë, për fëmijët e ti, nuk e di. Po në këtë situatë në të cilën ndodhesh, ke folur me njerëzit e tij, çfarë ka motra, vëllezër, që të ka braktisur, ka ikur? Jo, unë nuk flas me to, për kara 4-5 vite që unë nuk flas me to. Jo, nuk kam kontakt fare me familjen. Ai ku s'ka nevojë, ai ku s'ka, si thon babai, do kenë ato që jo. Ato dhe mblemi unë këtu edhe ai këtu ishte në shtëpi dhe i thoshin mbaj Gelinën ndër mama rrugëve. As maman e tij s'e ka mbajtur, as mua më la këtu me fëmijë. Ikën vetë, nuk e di. Ju sa kohë keni ardhur në Greqi? Rreth 2 vite. Çfarë vendi të Greqisë jetoni? Mi fshat të Vorlosin. Në Arino. Kjo është braktisja e retret kjo që më ka bërë kështu. Pse 2 herë të tjera kur ka ndodhur? 2 herë më kalon 7 muaj këtu në Greqi, ka ndërë 3 muaj bashku kemi ardhë dhe ka ikë. Kur të braktisi për herë të parë në Maqedoninë e Veriut? Po. Ai ku shkoi? Maqedoni pra, maqedoniste, nuk ikte, në shtëpi nuk vinte, 2 muaj, nuk shikonte as fëmijë, as lek, as gjë. Pastaj u kthye vetë. Po kur u kthye çfarë të tha? Nuk bëj më, më fal, nuk i la fëmijët më, po bëra më ato, mos më fal më ato. Po e pyete ti se ku kishte qenë ato 2 muaj? E pyeta Odeta, ku shkoj fle me shok,
Nuk e di, rrugëve më thot. Gelina, po kjo nuk është normale, sinqerisht, kjo nuk është normale. Domethënë me këto që tregon ti, ai nuk është njëri i denj të krijojë dhe të mbajë familje. Domethënë unë nuk e di pse ti nuk e di pse ti e ke pranuar. Që pse ke vazhduar kaq jetën që ai nuk është dhe kam thënë shko një në doktor. Shko ti thotë unë nuk kam nevojë për doktor. Por pse ka probleme burri. Nuk e di Odeta, po këto që bën, këto si thon, këto jam mirë. Nuk kam gjë, thot ti nuk je saktë, thot mos. Nuk e di. Se i flasun Odeta për, si thon, për fëmijët të sjelli, të punoj, atë 5 lekë që ka, ashtu ti sjelli fëmijëve ta. Ta sjelli shtëpisë. Jo Odeta, nuk bëhet. Kur ai u kthye pas 2 muajve në Maqedoninë e Veriut, që vendosët të iknit nga Maqedonia në Greqi, ti e fale. Qofsh ti që je, sinqerisht që e ke falur dhe ke vazhduar jetën, i ke dhënë mundësi atij njeriu. Po ja kam dhënë shumë herë mundësinë Odeta, e kam dhënë shumë herë dhe tash më thonë para 2-3 muaj, 2 muajsh më ka marrë telefon. Më fal, nuk bëj më. Po çfarë ti falon, më dërgoj parë, më thot Odeta që të vi unë tek ty. Si ti dërgoj parë të unë, ku ti gjej? Ti dërgoj parë atje të më kthehet ai në shtëpi Odeta. Kuptoj. Po do duash që të vi thot më dërgoj parë thot të vi thot. Po pse po erdhi ai, çfarë do t'i silli familjes tënde? Asnjë gjë që do sjellja, një rrogë që marrun Odeta, asgjë tjetër. Mos më del rroga këtu, se 200 euro kam shtëpi, 300 euro kam ardh drita, unë 600 euro rrogë marr Odeta këtu. E kuptoj. Që më 4 ikin në delet edhe vinë orën 8 çoj fëmijët shkollë. Edhe kam përtikur tani dhe vinë orën 8 darkës. Por pse nuk je drejtuar gjykatës, kërkosh divorcin? Odeta, po unë këtu nuk njoh gjuhë. Në Shqipëri nuk vi dot, se më kalon fëmijët këtu, nuk do të paraqitet ai. Unë nuk kthehem dot në Shqipëri, Odeta. Se fëmijët i kam në shkollë, pa praninë e tia nuk i kthej dot. Por ai ikën, do me thënë ikën edhe punon, çfarë bën? Se kuptoj. Jo, Odeta, si punon i le ande. Vin, si thon, kur bie keq vin në shtëpi, pastaj më fal, nuk bëj më. Punon 1 muaj 2, i merr ato parë dhe ikën. Por ti këtë i mbaj unë në shtëpi. Ti këtë herë nuk e fal, nuk do që të kthehet më. Jo, nuk e dua më, Odeta. Unë dua që ai të kujdeset përveç për fëmijët të 3. Që ai e mund. Ja the këtë gjë që nuk të dua më, nuk dua të jetoj më me ty? Po, i thash Odeta, unë ja kam thënë dhe këtu kur ishte që luan dhe kazino, neve si do zgjidhim problemin me fëmijët tash. Të dy se unë nuk të dua më. Ti më godet, ti më bën tash, unë nuk të dua më. Nuk e dua më Odeta. Është 11 vite por të zezë 90 kam hequr. Ke bërë shumë gabim që nuk e ke denoncuar aty në Greqi kur të ka dhunuar. Vajta në polici Odeta, nuk kemi çfarë të bëjmë se ju jeni shtetas shqiptar, nuk shko paraqitur në Shqipëri. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Aq më keq që ai paska i kodai në Shqipëri thot. Refat Ibrahimi dashumiq, 46 vjeçari, nga Kolonja, është larguar dhe ka braktisur edhe fëmijët dhe bashkëshorten. Ne dëgjuam Gelinën, dëgjuam historinë e saj të dhimbshme, por unë dua të jem transparente dhe dua që t'i bëj një ftesë edhe babait të fëmijëve në këtë live për të dëgjuar versionin e tij dhe për të përballur me bashkëshorten, kështu që e ftoj Refatin. Refat, çfarë ka ndodhur? Pse ke braktisur fëmijët? Pse kam braktisur unë? Po. Ato i di vetë ajo. Por i larguar ti nga fëmijët, jo nëna. Jo, unë jam larguar, vërtet jam larguar, unë po e di ajo shumë mirë. Gelina ka treguar që ti i larguar për arsyen sepse ke lozur bixhos, ke harxuar parat, e ke tradhtuar, e ke shtrajtuar dhe në fund ke braktisur atë dhe fëmijët. Ato tradhtimet nuk i kam bërë unë, po i ka bërë ajo. Ju pretendoni që Gelina ju ka tradhtuar? Unë jam mëse i sigur që mama ka bërë atë gjë. Por fëmijët ti pse i ke braktisur? Unë fëmijët nuk i kam braktisur, edhe ajo prapë më ka bërë ndalese, që nuk më nxjerrë dhe fëmijët më të plase, të komunikoj me fëmijët. Ajo mi ka ndalu, unë si kam bërë asnjë gjë. Plus atyre që më ka bërë, unë prapë i shkela me kembe dhe prapë ajo thot e imja, po jo ashtu, nuk pranoj unë gazetare. Ajo çfarë të doj mund të bëj, edhe me ligj, edhe me shtet, me këtë doj, unë i kam edhe me video, mund të dërgoj edhe në video në WhatsApp e ti dëgjosh ti çfarë thot. Çfarë video shketi?
Unë i kam unë në telefonat, ndash me nënën e vetë, unë t'i japë e t'i dërgoj në live dhe pasaj më ka zonë mua atje dhe më beri qarë do një ju. Po jo, shumë mirë ti ke dhënë fund kësaj martese, unë nuk të paragjykoj, por ideja është kjo, sa koketi pa i takuar fëmijët? Unë kam 3 muaj, si kam bërë 3 muaj akoma. Po pse nuk shkon i takon fëmijët? Unë nuk më lejoj të ikin në shtetin grek. Ku jeton ti aktualisht? Unë jam të shia për momentin jam në Francë. Je në Francë? Po. Por nëna dhe fëmijët nuk dini fare që ti ishe në Francë. Nena e di shumë mirë se ka marrë vesh në apendikoj, se ka folur unë me apendikon dhe e di shumë mirë ajo që jam në Francë. Gelina, a i ta akuzon për tradhti që kam fakte që Gelina më ka tradhuar dhe kjo është arsyeja e ndarjes, thot. O teta, mirë e zëm këtë radhë fakti, po e fakti në Maqedoni, po fakti këtu në Greqi për herë të parë, që më praktisi 7 muaj. Ai nuk është o teta, ai përta këtë si tonë. Nuk janë 7 muaj, Gelina, nuk janë 7 muaj, Gelina. Po sa janë më zotrote, nuk të edha në Gumenicën që ma bërë edhe Budavikun dhe të edha prapë. Edhe në Gumenicë me erdhe. Unë pagova me qëra me të gjitha që s'kishe kokën lekuti në që lindë në kazino. Ore fat. Si okej. Baroj. Mbrapa qarë dodhi mbrapa. Asjes përndove, hajde të punojmë bashkë, edhe për punuam bashkë. Tashim, me ato që me ndonë... Unë punoj me kushuririn, tonë tipa e do burë, unë punoj me tjetrin e do burë, unë punoj këtë ati e do burë. Mos hakojmë fare. Edhe njerë, me atë që me ndonë tia, unë nuk shkel do të keqen. Refat. Mi më ma të rego fakti më, ore, se puna me gojë direkt të ba. Si të bëhet mirë. Ti derdje më lute, të bashkojmë edhe një për fëmijë se unë nuk bëjmë na. Unë i shkela prapë edhe ti nuk ashuja. Jo, qa shkele ti? Unë ti pagove femrën ati 100 euro natën dhe fëmijëve të to nuk i e bukën të hanë. Si në bukën, dhe ta shi në korqe bërre, Ishe fakte ti be këto. Ke fakte, po ti ke fakte, ti ma gjithë faktin morë që më leve shtazane dhua nuk është timi. Ti mua të besh me mirë të mbrojës, unë të be me mirë të mbrojës e tyja. Po me mirë mbrojës se jam me të shtazane bukurosh, më le shtazane prapë. Jo, se unë isha me mi për 100 që unë e kisha të garantuar. Mirë, me mua mbaroj, me mua të tash njerë. Më le mua, shiko 2 Ore fat, Gelina, Refat të lutem. Më le mua, shiko 2 fëmijë që i le rrugëve. Refat. Më këshe me Francës edhe mi qo kalamaj të viti marë dhe më mbaroj të Hajde meri të 2 fëmijët, hajde meri. Ja në sy të gazetarës, hajde meri. Je zotit i marë ti qështë për kazino. Në për kazino do t'i qosh. Në Greqi nuk vi do të tashu, që i di shumë mirë. Nuk vi do të. Mirë, unë do vi unë në qeshor. Do vi unë në qeshor dhe këtheu në Shqipëri. Të të tjerë fëmijët, mu vazhdoj jetën tënde më qupë. O, Refat. Të thash njerë. Refat. Ti vazhdoj jetën që ke nisë, jo me mua. Unë do të vazhdoj jetën, unë jetën e ka për para. Ma më ke lënë në stani, ati njeri se unë isha të stani. Një vajzë je shumë brapa me mentalitetin dhe jotë, je shumë brapa. Pra, unë jam shumë brapa, se kur më somi këtë motër 2 burra në shpi, unë jam shumë e mbrapme. Ti për gjera të ekspres me qupë, po unë ekspres s'kam të qilbe ju. Ti ke për në kazino ekspresin, peziqet për t'i putu kazino. Kam edhe për kazino, unë kam edhe për të mbajtur tyja, po nuk e kokë ti. Jo, për mua jo, për fëmijët e tu. Unë punoj me duart e mia, unë vetët e bajgat e deneve bukurosh. Nuk ke kokë. Nuk kam kokë. Nuk e ke ti kokën për mua, jo unë për ty. S'kam unë kokë, atëre vazhdo jetën. Vazhdo jetën që të marë. Shiko këta të fëmijët e tu, jo për mua. Unë për vete nuk të dua. Maron filmin. O, Refat, të bëj një pyetje. Ke 3 muaj ke dërguar gjë për ata fëmijë do të hanë se shkollë, se mure, se veshë, se... Po, të dërgoj se të kam dalë a borgjë 1 herë, si mi kalamajt edhe p'tik mbaroj. O, Refat, të bëj një pyetje. Gelina. Unë do t'i si fëmijë, jam në gazetarës, unë do t'i në fëmijët atje ndorë. Në rregull. Unë do t'ja dërgoj edhe videot Odetës,
Ti dëgjoj edhe... O Refat, të lutem, o Refat. Refat. Ti në rregull, do t'ja shikoj videot e tua atje futur në kazino. Në rregull, me unë në kazino jam akoma. Po mirë pra ti shko. A, bravo. A, është ky ligji jot, që i braktis 3 fëmijë dhe kërcej p***ikën për kazino. Ligjin e bej dhe vetun, në rregull, Po i bën vetë ti. Mirë e bën vetë ligjin, ti që ke ashtu goxhaç ti, i ngritur shumë. O Refat, të bëj një pyetje? Refat, të lutem, të bëj një pyetje? Po. Sa vite martes keni patur bashkë juve? Unë e lash 11 odeta, 11 vite para. Po mirë mo, nuk u vjen keq që 12 vite martes dhe pas 12 viteve flisni me këtë gjumë me njëri tjetrin? Nuk i vjen keq asaj. Jo, Odeta, se unë jam ulur shumë, Odeta. Nuk ka me shpira jo. Kam hajqër të zezë udhita të qunë e kam rritu veç me shirbetë dhe sheqeris ma linte, Odeta, ma dertni në përvatër. Jo qumër sa ideal, po dhe sheqeri ma dertni. Ha, po në hape gojën. Dhe sheqeri më derqe. Vazhdo. Dhe motre këtë jam të si 2 burra në shpion, po dhe isha jo femër, isha bashkor me motrën tënde, me nanën tënde, po t'isha jo femër, si që më diskuton ti. Po shkoj në barkat e dhe, po shkoj në për kafenisë që ti. Gelina, Kash. Gelina, që mos të ndalemi, mos të flasim për familjar që s'kemi të tjerë. Refat, ti më the... Kujti shumë mirë, Odita, po t'jem ajo femër që jam prostitut, si punë e këtia, si punë e motrës të këti. Të lutem, Gelina, të lutem. Jo, Odita, se mon ka si burra në shtëpia, jo dhe se kam pranuar, ja kam thënë sy të këti. Në sy të tjera kam thënë, Odita. Mos të flasim për familjar. Refat, më the që kam 3 muaj që s'kam kontakte me fëmijët. E ke menduar... Nuk vindera jo. Jo, pse të më dirë veçëm në telefon, duan të hanë ata fëmijë, duan pare, duan vaksina që s'ua ke bërë, po bëra unë të vaksina. Apo sa të gjosh një s'keqen babi. S'keqen babi. Unë i kam në video çdo gjë, në video i kam një incizim Po të tëra. për le kem pra në video, i tregoja video, çfarë kam bërë në video. Do t'ja qoj unë, Odetës e pasaj mbrapa dhe apostu ti në Odetës. O Refat. Se kam sharë familjen tënde. Se kam sharë familjen tënde. Si? Se kam sharë familjen tënde se më kanë dirë dhe brekët jashto. Robat e mia ku janë të mamim. Unë kam 3 fëmijë robat rrinë të mamim. Okej. Për këtë e po, unë s'po të them që s'ke të drejtë, po. Kam 11 vite Odeta martes, robat e mia janë të mamim. Jo të mami këtia, që kam futur paren ati në shpiktia, erdi puna unë me zonën dhe robat jashtë. Më lejo t'i bëj një pyetje Refatit. Refat, ti pse je larguar nga Gelina? Shumë adresim kanë bërë Odeta. Me mua mbaroj, për fëmijët e tu ke për detyrë derisa të rriten. Absolutisht asnjë nuk ka për detyrë dhe derisa të them unë, kur të vish ti bish fëmijët atë. Asgjë s'kam për detyrë tot Odeta. Po më lëro. Për të rritur ata. O Gelina. Për të rritur. Mi bish mua do t'i risun, s'ke punë ti. Në rregull, unë do bie në qeshor, do t'i mbaj deri më qeshor, mbyllë viti shkollor, të më dërgosh deklarat që unë fëmijët t'i kaloj në vendin tënd bukurosh. Do t'i lë dhe do ik. Okej. Kaq. Refat. Me që dal ka i Zoti Odeta t'i mbaj, unë jam dakord. Gelina, të lutem. Unë nuk të bëjë fëmijët e mi. Nuk i flak, po këtu pse i flak e ti bukurosh, t'ke 3 muaj. I flaka naturiri jo t'i qelbur. Odeta, bërë një Po të lutem tani. marrëveshje Odeta me këtë njeri. O Refat. A bërë një marrëveshje të dy. Merdeshe, je me krizat, kam qenë edhe je. Po je ti me kriza që luan kazino, jo. O Refat, po nuk sillet kështu me nënën e fëmijëve Refat. O Gelina. Jo, që fëmija me kriza, je ti me kriza që i le dhe ikën. Gelina. Kalon 3 herë Odeta. Edhe njerë që për mbarë Dhe Maqedoni mila dhe këtu mila pra. Edhe njerë që për mbarë të thash, ta bera t'i qatë shumë me ta ka bërë. Edhe mesazhet i kam unë të tëra, t'ja dërgoj Odetës. O Refat, Gelina, do më lësh një sekond mos fol. Refat, mund të më thuash pse je larguar nga Gelina dhe fëmijët? Thash që jam larguar për arsye që më beri. Çfarë? Odeta ka fakte. Prit një sekond, Gelina. O Gelina, një sekond. Boj, si të më thuash ti mua? Ta kesh për turp që dua të goj, unë kam 11 vite i turp ta kesh. Për turp. Boj, që për Nuk barë, jam si me të fati thuash? unë, nuk jam me fati paguaj femra nga 100 nga 200 femra. O Refat, Gelina ka treguar, Refat. Kam të madhe unë.
Refat, Dashurisht të madhe. të lutem, Gelina, të lutem. Si të duash ti të shoj mu, nuk më tre me syric. Mirë për mirë, nuk do të treme se ka ligje në këtë abet. Të ketë edhe ligje dhe që të duash ti, unë po të them. Jo ka, për ty do të gjej të drejtën unë, deri në fund. O Refat, të lutem, ti e braktise sepse të tradhtoj. Po herët e tjera pse e ke braktisur atë dhe fëmijët? Mirë ka tradhtoj e tradhtovi. Po e në pare, e në dytë, tregoj pra. Që e në pare e në dytë? E në pare që më lejnë stani, përse ike? E Se nuk i desha mamane këtia bukurosha deta. Normale. Normale. Po të bëjtë e mija që janë të mami im. Përse në dua bjerë nuk këtu? Përse në dua bjerë nuk këtu? Nuk je njeri, maj, nuk je njeri, po. Jam njeri. Përgjigju për 2 fëmijët e tu. Unë nuk jam njeri. Për ty nuk jam. Ja ku e ke dhe Për ty mbaroj. Dëgjoj, me që jam dhe unë këtë live me ju lutem të dyve, a mund të qetësoheni, ju lutem të dyve, a mund të qetësoheni, të flisni të qytetëruar, sepse bashkë keni ndarë krevatin, gjithë ato vite martes, keni 2 fëmijë, a mund... Nuk u kupton ato gjera jo, Deta. Jo, Refat, ti e ke lënë atë me fëmijët, ajo është me 2 fëmijë dhe nuk ka me çfarë ju ushqeje. E ke menduar ndonjëherë me çfarë han fëmijët e tu? Le të vi në Shqipëri, kanë thënë. Po pse në Shqipëri do t'i ketë gjërat më mirë? Bukurosh, ti di shumë që janë fëmijët në shkollë. Çon në shkollë në Shqipëri, çon në Maqedoni, çon këtu 2 muaj në Maqedoni, 2 muaj në Greqi, 2 muaj në Shqipëri. Po e për prandaj se jam unë ai kopili që të ndjek ty mbrapa me ndere. Po je ti që të ndjek unë ty, jo ti mua. Ja je ti shen që ndjek unë ty. Po të ndjek unë ty, jo ti mua, ore. Ate i kim këtua i kim atje, ja. A ti të largoj nga kazinoja? Bej, si të dishërosh. Po për mua mbaroj, për ty tash një, të tash që në telefon, për mua mbaroj, ike dhe këtë rallë, ike, mbarove. Për mua unë nuk të dua ma. Ta tash që këtë problemi. Kam një marrëveshje o Deta, të rritën fëmijët, i thash unë. Jo, tash o Deta, ma jeti mua një sekund, mos fol. Rritën fëmijët tash o Deta, edhe të ndajmë rrugët tona. Mos i lëmë fëmijët të vegjën. Mos A të tash unë. Jo, më flas tamam. Jo, mos fol, që këto klasik me Odetën. Na, flasë që me Odeta. Po, Refat, po të dëgjoj. Bravo. Zonja që është aty, ato më thot mua, do rish ti thot në shtëpi, ti do zatuash më vete, derisa të bëhen fëmijët në moshën 18 vjet. Ti punë tënde, unë punë time, po ç'është kjo logjike? Po ti marrish para në xhep ti. Të ashtu ty. Pusho. Jo pusho. Po jo mo, o Refat, po ç'është kjo gjumë me nënën e fëmijëve, pusho, mbylle, qepe, mos fol. O, shumë të tjera Deta, pa lëre kaq, hajde, po edhe më ka goditur ai qeni që ke aty. Kam goditur unë? Po. Arove, sa unë e lajmërova policinë o Deta, dhe policia s'di s'ka por, si këtu e nërsek. Kam lajmërova policinë, e më nërsek edhe këtu. Unë të dhe njëre, ja ku i kede Odete për para me shtetin mua nuk më bëm do të asë gjese. E mirë, nuk do të bëjmë do të shikosh ti atë të parë, do të ndjek dhe më dhe do të ndjek. Gelina, ajo që po kuptoj unë, ju të dy... Me që ka i shtrim, me që ka u tregon ke trim për 2 këllu shtetuj, do të shohim. Gelina, qetësohu, se edhe ti e goxha i irrituar. Unë e kuptoj që juve i pas keni çuar marrëdhëniet shumë keq dhe i keni dhënë fund. Për mua mbaroj. Natën e mina dhe pasi. Vetëm për mua mbarove ti. Tregoni të kujdesshëm dhe të qytetëruar për rritjen e fëmijëve. Të përgjigje për fëmijët e ti. Kaq. Refat. Do të pres deri në qershor aty, me që ashtu mbaroj viti shkollor fëmijët të dy. Refat. Dhe do t'i dërgoj të dy. Refat. Ajo të bëri një pyetje, do përgjigjesh për fëmijët? Sepse fëmijët i keni sjellë të dy në jetë. Nuk e kam ndaluar, le viti shikoj, le ti doj si janë fëmijët e ti. 2. Djalin le ta lë, se djali ti thot kopin. Deri në qershor unë do t'i mbaj vetë ata. Po jo më ç'është ky muhabet? Ore ç'është ky muhabet tani? Se fëmijët nuk janë lodra. Ti lutem, fëmijët nuk janë lodra, do t'i mbaj unë deri në qershor, do t'i sjell ty fëmijët. Ore, jeni në prag divorci, drejtohuni gjykatës, vendos gjykata. Kush do mbaj kujdestarinë e fëmijëve dhe cili do vendosi prindri për të takuar
prindi tjetër. Ç'është ky muhabet tani? Tregoni pak të rritur të dy. Jeni prindër të dy. Nuk ç'është kjo, nuk janë fëmijët lodra. Jo, Refat. Fëmijët nuk janë lodra, Refat. I keni sjell në jetë, duhet të mbani përgjegjësi të dy për ata fëmijë. Si Gelina edhe ti, Refat. Edhe ti ke të drejtë për të ndihmuar anën ushqimore. Ajo nuk i rri dot e vetme. Ç'është ky muhabet? Nuk i mban timi sill mua. Çdo muaj unë kam për vaksinat. Nëse ky s'ia bën asnjë vaksinat. Nuk po them që s'kam të drejtë, unë kam shumë të drejtë, po në mënyrën që më sillet mua kjoja, unë... Po lëre Gelinën, more. Po të bëj gjë për mua, unë punoj me duart e mia. Po në rregull, fëmijët e tu janë detyra jote. Unë do thash, unë do t'ja qoj odetës të tëra videot edhe mesazhet që Nuk kën video, çoja video ti. Përshaj më familjen tënde. Përshaj familjen tënde. Okej, le të veproj odeta si të doj pasaj, edhe me shteti. Le veproj si të doj odeta. Jo, ne po e denoncojmë, Refat, ne po e denoncojmë te ky live im. Refat dhe Gelina, më dëgjoni pak të dy. Ma dëgjoni si këshill. Ju flas nga eksperienca që trajtoj shumë histori, probleme në çift, divorce dhe gjëra. Lërini mllefet për njëri tjetrin. Nëse nuk e doni më njëri tjetrin, nuk e dashuroni më njëri tjetrin, po Gelina, mund t'i drejtoni gjykatës, ndahuni si njerëz, por ajo që u lidh juve të dy gjithë jetën janë dy fëmijët. Dhurojini dashuri atyre fëmijëve, kontriboni të dy për rritjen e tyre, sepse ata janë të pafajshëm. Nuk kam se të bëjnë ata viktima për ju të dy. Lere njëri nuk i ke dashur kurti, po dy të tujnë. Shkoj si fleta shia, dhe ka fajt unë. Jo, nuk është faji im, është faji jo. Natën e mi që të dy odeta. Natën e mirë. Jo, mos e mbyll se ti do ndiqesh këmbë pas këmbë. Okej, natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Gelina, e dashur Gelina, qetësou. Urdhëro odeta. Qetësou, e kuptoj që je e mërzitur, të kuptoj shumë mirë. Odeta kam jasë pozitashë si motrë, që kaluar motrës. Unë kam 3 fëmijë, Odeta, me vaksina vetë, 120 euro veç vaksina, Odeta. Por, e kuptoj, por nuk zgjidhen gjërat ashtu. Ja, muaj mami kërkojnë vaksinat këtu nga Greqi. Nuk zgjidhen ashtu gjërat. Ka një gjykat, bëhet një divorc. Me të nuk marr vesh, Odeta. 11 vite, Odeta, kur është me 5 minutë, që pa nuk bëhet 5 minuti pure, Odeta. Po padyshim, prandaj po të them qetësou që gjërat ti zgjidhesh ashtu siç duhen, nuk zgjidhen gjërat me inat. Odeta, ai nuk është më njeri, ai ka memorien direkt të beshëm kazino, Odeta. Më ka marrë 2000 euro këtu dhe më ka ikë dhe asnjë lek fëmijëve nuk më la. Mirë, ti e dashur Gelina. Vetë jetë, mi bën kamer, mi bën kështu video, Odeta, mi jep paret në për Jevgjitri se ka bërë krush një Jevgjitër. Sa shtë ka pasë gruan e para, ai dhe ka martuar çupat, Odeta. Po mirë, mos paragjykojmë dhe mos përdorim dot fjalë. O turp të thuash ajo për dëgjysh nga çupat. E dashur Gelina, qetësou, ti e di çfarë rrugë të marr, Odeta. Ai për të mbaroj. Unë nuk e dua më si njeri atë, Odeta. Çfarë rrugë të marr unë tash, të ndjek me 3 fëmijë që kam. Atëre, më dëgjoj, Gelina, ti e denoncove historinë e jetës, të problem që po has në këto momente te ky live im. Kam shumë, Odeta, kam shumë për të folur, kam shumë tepër. Unë do të ndihmoj për të ndjekur anën ligjore, për t'i bërë procedurat ashtu siç duhet. Nuk zgjidhen gjërat me inat. Ma beso këtë gjë. Odeta, nuk kam inat, Odeta, më kupton, po kum i lek ta 3 fëmijë. Pas një lek, a jep tjetrit atin për magazina, qeras shoke, qeras gjë dhe më le 3 fëmijë, Odeta. Ti ke dhënë fund kësaj martese, ai ka jetën e vet, jetën tënde. E kam duruar shumë 11 vite. Ajo që ty të intereson është që ai të përgjigjet për fëmijët, atë që do vendosi gjykata. Kështu që unë do të ndihmoj. Do të ndihmoj nga ana ligjore. Dhe do mbetemi në kontakt bashk dhe sinqerisht ta uroj me zemër të bëhet më e mira për ty dhe fëmijët. Në rregull, Odeta, shumë faleminderit. Mirë, të përshëndes dhe natën e mirë nga Tirana. Faleminderit, Odeta, shumë. Dhe bëu efort. Natën, Odeta, natën e mirë, faleminderit, Odeta. Natën zemër, natën. Kemi ardhur në fund edhe për këtë live të dashur miq, me shpresën që çifti
do gjej gjuhën e përbashkët, do bëjnë qytetar, t'i lënë mërirat dhe të prindërojnë të dy së bashku për ata fëmijë të vegjël që padyshim ka nevojë si për nënën dhe babain. Unë e them vazhdimisht kur kam raste të tilla, konflikte, prag divorci. Uroj që edhe Gelina të shqetësohet, por edhe Refati të bëhet një baba i përgjegjshëm. Mirë, ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Lini komentet tuaj për këtë histori që dëgjuat dhe mos harroni të abonoheni në kanalin tim zyrtar këtu lart Odeta Dume Mandro. Faleminderit!